Si mendoni se do dalin zgjedhjet? Unë duhet fitoj PD-ja. Për të gjitha arsyet që thash, edhe për nevojën e rotacionit, sepse kot nuk... Pra, nëse fiton PD-ja, teatri do bëhet siç ishte. Aty ka njerëz që kanë luftuar shumë, deri në vetë mohim, dhe vërtet brenda vetes time, apo kur i ndesh përballë, ju them faleminderit dhe bravo ju qoftë, domethënë. Nuk e di se sa duhet të ruaj apo duhet të bëhet ashtu siç ishte. Por është e pafalshme që ai u shtuk fare. Ajo është e pafalshme. Ajo nuk ç'bëhet më. Ajo nuk mund të bëhet në asnjë vend tjetër, sepse s'ka vlerë fare. Nëse bëhet, duhet bëhet aty. Ashtu siç ishte. Për mua, ku di unë, ashtu siç ishte s'mund të bëhet, sepse duhet të ndërhysh pastaj. S'është bërë në një kohë tjetër që ka qenë një kaçe, nuk e di se çfarë në kohët e sotme që duhet çfarë të bësh, por dy sallat dhe skena kur nuk duhet kishin ikur. Duhet ishin si ai bunkeri që kemi lënë aty mbrapa Ministrisë Brendshme, duhet ishte të çartë. Faleminderit shumë Rajmunda Bulku që në këtë orë të vonë të darkës, se podcasti shfaqet të mërkurën në orën 7, por ne kemi bërë pikërisht ditën e hënë në orën 11 natës. Që të dëgjojnë ta kuptojnë që është mesi i natës, nuk është. Faleminderit edhe një herë, Munda. Faleminderit ty, për miqësinë, për artisten që je dhe për mikeshën.